Shpërndarja më e mirë se sa asnjëherë tjetër e peshës së përfaqësimit në çdo territor, që besoj unë i japin kësaj skuadre të re mundësinë që ta përballoj me sukses peshën e madhe që do të duhet mbaj në këto vite kur parlamenti do të duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian për përmbajtjen që ka procesi. Nga ana tjetër, unë besoj që si rezultat i mirë organizimit në të gjithë territorin dhe si rezultat i një betejë të bërë me shumë përkushtim në të gjithë territorin, kemi po ashtu edhe një skuadër mbështetëse jashtëzakonisht premtuese në të gjitha njësitë administrative në të gjitha zonat ku Partia Socialiste është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputet. Dhe patjetër që vlera kryesore e kësaj skuadre mbështetëse janë burimet e veta njerëzore,